Çfarë ka ndodhur me Akshin? Endri, e shikoj që flitet shumë, por nuk është se ka një gjë konkrete. Kush është problemi me Akshin? Çfarë ka ndodhur që flitet për skandale, miliona euro abuzime, po ndërkohë kur kërkon nuk është e qartë, pra opinioni publik është shumë i paqartë. Unë gjykoj që është shumë i qartë dhe se ti e nje me detaje, po opinioni publik ndoshta nuk i nje kaq mirë. Unë në gjykimin tim them që është një çështje shumë e qartë. Por në çdo rast kam vlerësuar si këmbështimin tënd që ma thot tani përballë, po edhe të njerëz që kam dëgjuar edhe të stafi im që kanë paqartësira. Për këtë arsye ka qenë ky angazhimi më i fortë si imi në 15 ditë të fundit, po dhe tërësi më CNTV-s, kur kam kuptuar, le të themi jam qartësuar dhe unë që ka nevojë për më shumë insistim të këto temat dhe më shumë sqarim qoftë e pasere dukur përsëritës një të gjë. Unë si natyrë pasi e konsumoj një temë, se mos në ekran e gjykoj që nuk e vlen të thehet më me idenë që ishte i qartë. Por është gabimi im ky, sepse duhet një lloj përsëritje. Opinioni publik do në një mënyrë goditur me fare insistence dhe persistimi. Kështu në të sens të gjë po bëjmë. Akshi është një aferë shumë e turpshme e mënyrës se si një grup njerëzish, 10, 15, 20 veta, ndoshta pak më shumë nga jashtë, po aty brenda, janë ngatëruar mes tyre për të paracaktuar pa ndalim tendrat para prokurimit publik të Akshit. Pra në një farë mënyrë për të le të themi të vjedhur, zhvatur, që si duash termin. Aty është bërë dhe punë pa pitushimi, që do kujdes ky term, po për të marrë fondet publike. Rrugës procesi ju është komplikuar dhe kaluan dhe në element të botës kriminale, kryesisht për përfshirjes, do thoja unë, të dy persona kyç që janë Ergy Sakasi dhe Marbeqiri. Për momentin nuk del në informacion që të tjerë aktorë të këtij grupimit kenë pasur kontakte të tilla dhe të kenë shfrytzuar nëpërmjet kërcënimit apo informacioneve apo skema ndryshme element botës kriminale. Për çfarë shifrash flasim, abuzimesh, nëse mund të flasim? Akshi ka një buxhet serioz në vargën e institucioneve shqiptare, është e të parët. Kështu që në të sens gjykoj që vlerat kanë qenë çdo vit mbi 70 milionë euro si buxhet. 70-80 milionë euro çdo vit të paktën. Për të qenë të saktë, për të bërë një vlerë të saktë, të asaj që mendohet që ky grupim ka marrë do pak punë, dhe jemi duke nxjerrë, sepse dihen emrat e firmave të lidhura në këtë aferë dhe le të themi nëse fokusohemi në vitet 2022-2025, pak a shumë, mund të bëjmë një tabelë saktë, por nuk e kemi akoma, që do thoya mos të japim një numër, sepse mund të gabojmë dhe duket edhe paksa keqdashëse në këtë periudhë ku po përpiqemi të japim informacion sa më të saktë për të pastruar, siç edhe ti, për të bindur apo të qartësuar opinionin publik. Do të shkoj Endri Meksi deri në fund kësaj betejë? Pjesës time që më përket mua personalisht po. Pra përpjekjes time, e kam fjalën, jo historisë time. Përpjekjes time po. A do ja dalim dot për ta qartësuar, na mungon shumë informacion. Materialet që disponojmë janë ato publike që dihen, pra vendimet e GKK-s dhe aksesin në faqet shtetërore të informacionit, siç është APP-ja, Agjencia e Prokurimit Publik, ku është buletini, thesari, pra pjesa open data e Ministrisë së Financave dhe vendimet e KPP-s, duke qenë një pjesë e lidhur në këtë aferë. Të tjera instrumente janë shkesat për informacion, por që janë më ngadalta dhe duan kohën e vet, kështu që është më e vështirë për t'i përdorur në këtë përpjekje për të qenë më aktiv në prodhimin e lajmit në të sens. Persona nuk flasin. I kemi kontaktuar pothuajse të gjithë aktorët që njohim dhe të gjithë heshtin nuk duan të flasin. Pra Endri Meksi ka purën e tij dhe mendjen e tij në këtë betejë që do ta vazhdoj dhe do ta ketë të gjatë apo jo? Të gjatë. Unë dua të mbaroj sa më shpejt si histori. Patën kjo pjesë që i përket kësaj afere, po themi, sepse nuk shoh në interes me të zgjatur. Unë e kam thënë disa herë që shpresoj në çdo lloj forme që Akshi në tërësi mos cënohet nga kjo histori. Jo vetëm për interesin tim si kompani që punoj me Akshin, dhe që duhet punoj më shumë me Akshin. Por gjykoj që në tërësi për tërë situatën shqiptare ia vlen të gjej një formë për të urime këmbur, le të themi. Si është kjo formë nuk e di. I do dhënë besim dhe kujdes aktorëve që janë aty aktualisht, besim dhe kujdes do thotë që mos ti minojmë me kërcënime apo me tjera metodologjira, se ato po luftojmë të moment. Këtë histori që unë kam quajtur shantazhi dhe dezinformimi po luftojmë, që nuk ka një sens të madh bëjmë një gjë. Së pari dhe së dyti
ti lim pak kohë sepse nuk është shokollajt. Janë procese teknologjike në vijime sipër që nuk është se bëhen brenda ditës. Pra ndryshe nga prodhimi i një lajmi, që është puna që bëjmë ti dhe unë, puna aty është paksa më e gjatë. Më e komplikuar. Po, kështu që do shpresoj ata të gjejnë formën, forcën për të dalë gjirën disa muajve, nuk them pastër, se është ndoshta është fjalë shumë premtuese apo shumë shpresuese, por dalin solid, le të themi kështu ja. Ende ndërkohë, vijoj procesin.